Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi në fshatin Stanoc të Epër, ku do zhvillojmë një intervistë me kryetarin e këtij fshati, zotrin Fehmi. Fillimisht shumë faleminderit që na pritet i nderuam. A bëni prezantim të shkurt juve? Përshëndetje, falenderoj për kohën që keni gjetë të veni gjithë stafin e radio televizionit të Dugagjinit. Quhem Fehmi Shala, jam kryetari i Këshillit të Fshatrave Stanoc të Epër dhe Grac dhe drejtor shkolle në Lëmall. A përna një për nga ofër pakës me këtë fshat, a përna tregon pakës për këtë fshat? Po, fshati Stanoc të Epër është fshati më i madh në komunën e Voshtërës, kufizohet me komunën e Biliqit, në lindje me Brezhnicën, në veri me Domnicën, në jug me Stanocin e Poshtër, kurse në perëndim me Lëmallin. Fshati ka 650 ekonomi familjare. Aty dikon 3000 banorë. Është karakteristike veçantë që fshati ka 2 shkolla. Shkollën Am Migjeni dhe paralelen e ndarë në lagjën Cakaj. Përveç që ka 2 shkolla, ka edhe, shkojmë edhe nga ona fetare, ka edhe 2 xhami. Po. Ku i kryejnë ceremonitë fetare fshatarët. Në fshat funksionojnë 50 biznese. Për shembull, shitore, furra buke, autosalone, autoservis, autolarja, autoorganizer, fabrikë të tekstilit, salone të mobileve, gjeltore, pompa të benzinës, salone për frizer, ka të frizer, mashkull frizer, ka femra, do të thotë për burra, për gra. Përveç se banorët, popullata pra, që miret me biznese, tregti, fshati ka 15 ferma bujqësore. Pra miret edhe me blegtori dhe bujqësi. A është e zhvilluar me blegtoria dhe bujqësia? Është e zhvilluar edhe blegtoria edhe bujqësia. Asnjë ari tokë nuk është e papunuar në fshatin Stanoc të Epër. Tërësisht është e punuar. Është tokë pjellore kjo zonë? Po është e klasit 3, 4, ka dikon edhe klasit 5, po megjithatë është tokë pjellore. Po. E përmendëm fillim se është një zonë këgja e madhe, është njët prej fshatrave të mëdhaj. Po, fshati Stanoc të Epër është fshati më i madh në komunën e Voshtërës. A ka hiç shpërngulje prej këtij fshati apo jo? Shpërngulje ka shumë pak. Shumë pak ka shpërngulje. Ne e dimë edhe në bazë numrit të nxënësve. Përveç numrit të nxënësve dhe i njohim. Po, normalisht, familjet këto. Familjarët, ka shpërngulje shumë pak. Po jo emigrim në botën e jashtme me të madhe si që kanë ndodhur përpara, por në për qytete kanë ble banesë. Ndërsa sa i përket kushtet e jetesës janë shumë të përshtatshme në këtë fshat, thuaj se ka gjithçka për një jetesë të mirë. Sa i përket kushtet e jetesës, të infrastrukturës, dikon 90% infrastruktura është e kryere. Ka nevojë për rregullimin e 2 prockave, që veç kanë fillu punimet, dhe aty këto shumë pak kanalizime. Edhe ato do të kryen këtë vit, janë projekt, po për shkak të mungesës së mjeteve, pak janë zhagit, por do të kryen. Jetesa është e mirë këto, banorët kryesisht merren me bujqësi, merren me blegtori, ka edhe prej atyre që punojnë edhe në qytete dhe po besoj është një vend afër me qytetet për ata s'po braktisën. Stanoc është qendër që në Daç për Prishtinë, për Biliq, për Voshtërë, do të thotë si në mes është. Punëtorët shkojnë edhe në Prishtinë me punu, edhe në Biliq, edhe në Voshtërë, po edhe në Mitrovic ka. Do të thotë për ata edhe nuk shpërngulen. Ju jeni i lindur në këtë fshat, a më tregon pak se çush e kujton ndër vite këtë fshat, sa ka ndryshu? Unë jam i lindur në këtë fshat, edhe jam krenar që jam i këtij fshatit. Kam lind, jam shkollu, edhe kam punu, edhe jam të punu në këtë fshat, edhe shpresoj edhe besoj që edhe do të vdes e do të varrosem në këtë fshat. Po, të krahasojmë kohën në të cilën rinia jonë ka qenë ka dallime shumë të mëdha. Tash janë kushtet, po zhvillue, janë rrit familjet, kushtet janë të mira.
Çka kujton ndoshta me nostalgji për të kaluar? Se thu vëlla ma mirë u konë që e pjesë, krahas me tash. Pa marrë parasysh tash kushtet po besoj janë shumë më të mira. Është Po- këtu jeta. Po kushtet janë më të mira se është zhvillu teknologjia, por lojrat që kemi pas si fëmijë, ato nuk harrohen kur. Ndryshe kanë qenë. Tash me telefona, kompjutera, këto, atëherë ndryshe, krejt ndryshe. Po për mu, më të mira kanë qenë ato se sa të sodit. Se sa të sotit. Se sa të sodit. Po besoj tash ka ndryshime drastike edhe në gjenerata. Me si jeni edhe drejtori shkollës, jeni që një konë arsim, mundeni me i vrejt për nga afër ndryshimet e gjeneratave. Ka ndryshime të gjeneratave, se në kohën time, vajzat janë shkollu shumë pak. Janë shkollu shumë pak, për arsye të, mund të them, vlerësisht primitivizmit. Jo vajza s'bën më shkollu, jo kënena, jo nena, e tjera, kurse me kalimin e kohës, tash asnjë vajzë e fshatit, e di numrin e tyne, nuk është pa shkollune. Nuk është e pa shkollune. Po, kjo është shumë e mirë, po shumë e mirë që mos me mbetë në shtëpi femrat. Po. Keni edhe diçka Po, kam. ka e di që keni përgatitur për fshatin? Përveç shkolla që ka dy, fshati që ka dy shkolla, më falni, është duke renovuar objekti i vjetër i shkollës që do të hapet qerdhja për fëmijë, e cila fillon punën me 1 shtator 2025. Këto është në objektin e vjetër të shkollës Migjeni. Në mungesë të qerdhjes, shumë gra tona, nëna tona, motra tona, vajza tona nuk mund të punojnë, sepse s'kan ku për kujdesin e fëmijëve, s'ka kush kujdeset fëmija. Kurse me hapjen e kësaj qerdhje do të mundësohet nënat tona, gravet tona, vajzat tona, motrat tona që t'i vendosin fëmijët në qerdhe dhe të vazhdojnë rrugën të shkojnë qoftë Prishtinë, qoftë Voshtrë, qoftë në Bileq për të punuar. Sa i përket shkollimit, në fshatin ton janë të shkolluar dhe janë të gjitha profileve. Nëse kërkoj mjek, ka mjek. Doktor shkencë që punojnë edhe në jashtë shteteve tjera. Profesor, arsimtar, motra medicinale, inxhinier, teknik, medicinal, gjitha profileve janë. Kështu që mund të them lirisht që kuadri i stanovcit mund të allheq komplet një komunë, pa pas nevojë për të tjere punëtorë, apo kuadra të tjera. Unë falenderoj shumë. Nëse keni diçka me shtu, se është në rregull, po besoj të fshitëm gjitha nga pak për këtë fshat. Vendi është i përshtatshëm për jetesë, ka ndryshime pozitive. Në këtë fshat janë edhe dikon 15 ferma. Po, e përmendëm? A përmendëm? Po. Blegtoria, bujqësia është Po, e zhvilluar, po. Banor vazhdojnë me eru. Bizneset ai përmendëm, bizneset, po, mirë. Shumë të falenderoj shumë për neve, shumë kënaqësi që gjetët kohë sot me na prit. Edhe unë ju falenderoj gjithë stafin e Radio Televizion Dugaxhinit që ka gjetë kohë të vi dhe të bëj një reportazh fshatit tonë. Shumë faleminderit. Cili është fshati më i madh në komunën e Voshtresë. Faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër, ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend tjetër. Deri atëherë, tong tong.